Jam martuar shumë e re, 19 vjeç, jam larguar në Itali sepse im shoq jetonte atje në atë kohë. Kam punuar fort, kam punuar në fabrik, kam punuar në qëndistari, kam punuar në lavapiat, punë të cilat më kanë mësuar dinjitetin dhe vlerësimin për çdo sakrificë. Pas disa vitesh vendosëm jetën e një emigrante në hapat e parë të saj, le ta themi. Po, jetën e një emigranti dhe të një njeriu që i ka vlerëson punën e ndershme, dëshiron që të eci përpara me punën e ndershme, sepse në çdo vend ofrohen gjitha. Si të ka ndihmuar kjo? Më ka ndihmuar që të vlerësoj sakrificat e çdo personi dhe të jem mirënjohëse, qoftë edhe punonjësit më të thjeshtë. Sepse është gjitha zinxhiri. Është një paradikim që këto punët që bëjnë emigrantët jashtë, le të themi, janë kryesisht punë të rëndomta. Ti e shikon në konceptin që përmendau? Asnjë punë e ndershme nuk është e rëndomtë. Unë kështu mendoj.